Zoti Berisha, rolli e Tiranës në luftën Rusi-Ukrainë. Zoti Gavrosh, me ftyrën që ka Zoti Rama mund të tremp vetëm lakuriq të nacë. Po që kjo e më të apre? Po që putinje që e më të në? Fale minutë, Zotri. Unë që shë vërteta, sa vite ka Putini në pushtet? I ka kalu e zemit. Sa ka Edvini? Edvini i dashur gazetarë ka mbi 30 vjetë në pushtet. Po qa Putini kërkoni ju? Më fali minutë. Pa, në këtë kontekst, unë jam i palkundë. A ka qeveri më autoritare edhe më borgjeze se sa qeveri e Edvin Ramës? Ju e keni pa. Qesh Edvini, qeshin ministrat. Qanë Edvini, qanë deputet. Ja futë Pordës Edvini, më falë për shprejnë, anë ta pa jo, të gjithë deputet të rinë atë afër. Kush e kundërshton? Më thoni mua. Ajo është ba borgjez, ajo është ba Gengis Khan, ajo është ba si Shishameni i Persis lartë, anë ta pa jo. Do të pajtoj Edvini Zelenski dhe Putinski. Po, o e fali minutën. Po kalon të i dashur gazetarë një herë në një miu dhe elefanti. Miu bikurizin e elefantit. Në mes të urës i thot elefantit. O elefant, sa tundet ura në këmbët tona. Po që më fali minutës. Besurat i të vitit. Shopari dhive e të vitit. Kështu që Gavrosh në këtë kontekst, unë jam i palkundë. Open Balkanski. Është një mega idea e Putinskit. Putinski, Zaevski, Vučićski, Edvinski, Luzimski, Open Balkanski. Kako si dobro, Edvinski? Nema ništa. Kalinka. Po, šta radi Edvini? Nema radi. Nema radi, nema pare brikena, nema spička. Kako si? Po, kjo është vërteta. Me ka i tjere të këtë, më falë një. Urdo, më falë. Brikena, po. Zoti Berisha, në lidhje me çmimet e shportës. Pyetje shkëlqyer kjo. Kjo është një pyetje shumë bazike për jetesën e qytetarëve. Shullazi qeverisë Edvin del paturpsisht brikena dhe pa një PR. Një manifestim duke manipulue, duke gënye publikisht. Do ta përballojmë së bashku, tha Gavrosh. Po çfarë do të përballosh ti më shullap? Po çfarë do të përballosh ti më çopar i dhive? Blet vini naft? Ble. E ble qytetar. Ble vini speca? Jo. Ble patate? Jo. Ble? Jo. Bojnë e flokëve të Zojës Balluku, kush e ble? E ble me taksatore. Po çfarë do të përballoj? Çfarë krize? Më thoni mua. Po zotri, si ai mashtuesi i Amerikës Jugut apo jo? John Broccoli Brikena pretendonte në Amerikën e Jugut se largonte impotencën e plegjve, e moshës geriatrike.
duke ju operue testikujt dhe duke ju vendos në vend të testikujve të tyre, testikujt e capit. Dhe të tërë pleqt në Amerikë në për klinika me mendimin se John Brocklin do t'i bante amshar. Brikera, mashtrim kokë e kam. Nuk pa e kjo, po ka John Brocklin për përder. Që shkë babzik shumë, falë minut. Zgjedhje të reja Brikera një t'i fitu e shumë e thjeshtë edhe. Vazhdojmë përpara, kjo është. Gavrosh? Zoti Berisha, po të ringjallë e Enver Hoxha, çdo të bënte me këta politikanët tanë. Më ke pa një pyetje Gavrosh shumë sensitive edhe e karakterit informativ. Gjykoj se Arben Mahmetaj do t'a çonte zhigolor të kastrimi kecave në Pregas. Elisën, Olta Gjaçkën, Grida Dubën, çdo fundjavë do të recitonin vjersha për byron politike në Asamblenë Qendrore të Ushtrisë. Zonin Kryebadhi do t'a çonte mjelse në kooperativën bujqësore të Pregasit. Lulzim Bashën do t'a çonte rroba qeps të qepte brek të ushtarëve. Sajmir Tahiri, Pandeli Bajko dhe Graboz Ruçi do prashinin patate edhe presh edhe lakra në fushën e Malikit. Edi Palokën dhe Flamur Lokën, boksier të ekipit kombëtar. Po. Spartak Ngjelen do t'a çonte roje nate tek burgu i Spaqit. Absolutisht. Edmond Spar, Baçevan të Universiteti Bujqësor. Niko Peleshi roje pylli të pyllit si pikës në Malin e Ostrovic. Ilirmetën Kpucar, të reparti Zallherit, që i pikpus të ushtarëve. E të fin Ramën, do t'a çonte Çobani Dhive të dhite Shqyqos Gurbujas. Absolutisht, zoti gazetar, unë u përshëndes, ju kini dhe humor, po edhe në politikat, ta po jo, e shoqëroj për humor, edhe ju përshëndes, Brikera. Miru pafi. Faleminderit për intervistën, zoti Berisha. Miru pafi.